Këtu është kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë në Tiranë, kisha ortodokse lindore autoqefale. Sonte kryet në mesnat shërbesa të rënatës dhe me njëherë pasaj kryet shërbesa mëngjesore së Pashkës, që është shërbesa ngjalljes së Krishtit. Sonte është tuna e madhe e zbritjes së Zotit e Jezu Krishtit në hap, shumë momente nga shërbesa e mbrëmësore dhe liturgjisë hyjnore. Ngjallja e Krishtit, katedralja feston pas ditën dhe mbrëmjen e 20 millit. Sot ditën e shtunë, njerëzit lyejnë vezët e kuqe të Pashkëve për konsumimin e tyre dhe duke adhuruar dhe të tjerëve. Veza simbolizon jetën që është mbyllur dhe përgjumur brenda lëvozhgës së saj, kur shpërthen del në dritë. Ngjyra e kuqe simbolizon flijimin e Krishtit. Lëvozhga simbolizon varrin e Krishtit që u hap dhe dha jetë. Sonte mijëra njerëz në përbot ndezin qirin për ngjalljen e jetës, zhvillimi i ritualeve shoqëruese, zakoneve fetare dhe popullore në përbot janë shumë të ndryshme. Pashkët synojnë fundin e javës së shenjtë. Zoti është i shenjtë, na ndihmon dhe është më i madhi për ne. Më i madhi, si të kam mësuar përveç kësaj, që të kam mësuar tjetër prindrit për Zotin? Që Zoti t'i plotëson të gjitha dëshirat që ti ke në mendje. Dhe sot për çfarë lutesh ti? Që lutem për shumë gjëra. Për çfarë? Për shembull, çfarë dëshire do i thuar Zotit sot? Për shëndet, për mbastësi. Bravo. Për shëndet dhe për mbastësi që është shkëlqësore. Faleminderit. Gjërat që s'ka për Po çfarë mendon për njerëz që në fakt bëjnë një gjë të keqe, mëkatar dhe vinë dhe i ndezin këtu i qiri? Atëherë mëkatarët që bëjnë mëkate, bëjnë shumë mirë që ndezin qiri, se shpresojnë që Zoti t'ia falë mëkatet dhe Zoti t'i falë gjithmonë mëkatet, nga mëkati më i vogël deri te mëkati më i madh që mund të jetë. Po. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Hristos Anesti. Hristos Anesti. Po thjesht do t'i ndjekësh gjërat në rrugën e Zotit, në gjërat që ka thënë dhe këto gjëra domethënë do të bazohen. Do të thënë sa më afër Zotit jetë, do të thënë ti thua je afër të mirës. Po, normalisht. Nëse një mëkatar vjen dhe këtu ndes një qëri, çfarë mendimi ke për të? Shiko, të gjithë jemi mëkatar. Edhe normalisht kisha është bë për mëkatarët, besimi, domethënë nuk kupton që duhet shkojnë vetëm njerëzit që besojnë e tjerë të rinë jashtë. Besoj se kisha është i vend që duhet shkojnë gjithë. Duhet shkojnë gjithë. Dhe mendon se ti ka një falje për mëkatarët, nëse patjetër, po. Ka një falje. Por me zhvillimin e teknologjisë, shkencës, në këtë rast teknologjia është në kulmin e saj apo jo? Digitalizimi. Ti çfarë mendon? Njerëzit largohen nga Zoti apo i ke më afër Zotit në këtë rast? Besoj se ka dhe ndikime pozitive dhe negative, sepse njerëz ndikojnë nga teknologjia për gjëra të mira, gjëra të këqija dhe për këtë nuk është se kam ndonjë diçka konkrete, po. Po mendon se do i besoj më shumë, më pak apo më shumë Zotit, me që shiko, besoj se besimi duhet lini nga zemra, jo nga teknologjia dhe kjo është rruga. Mund të jenë afër prap Zotit, thua ti, edhe me zhvillimin e teknologjisë. Sa më shumë ta kërkosh, aq më shumë. Okej, faleminderit. Asnjë gjë të tillë. Ciao.